Qendra komunitare multifunksionale në lagjen Zinxhira po u vjen në ndihmë personave me aftësi të kufizuara duke ofruar njësor shërbimesh si fizioterapi, mbështetje psikologjike dhe shërbime infermierore. Sipas të dhënave, nga kjo qendër vetëm gjatë këtij muaji janë trajtuar mbi 30 persona, të cilët kanë përfituar nga shërbime të specializuara në varësi të nevojave të tyre. Këtu në qendrën tonë janë 2 projekte. Është projekti gjithëpërfshirës i UNICEF-it dhe projekti PAK-ut. Këtu neve ofrojmë shërbimet e infermierit, psikologut, fizioterapistit dhe gjatë ditës afërsisht ne kemi 10 raste që i trajtojmë. Në përgjithësi këtë muaj ne kemi patur 30 raste. Meqense trajtimet te psikologu dhe fizioterapisti kanë kosto në mënyrë private, kjo ka ardhur shumë në ndihmë, qendra ka qenë shumë ndihmuese ndaj njerëzve që kanë vështirësi për këtë pjesë. Pranë kësaj qendre marrin shërbim banor jo vetëm nga qyteti i Gjirokastrës, por edhe nga zonat rurale të bashkisë, duke e kthyer atë në një pikë të rëndësishme mbështetjeje sociale për komunitetin. Kemi patur raste nga komuniteti rom, po dhe nga personat me aftësi të kufizuara kemi pasur goxha raste. Përgjithsisht kërkohet më shumë psikologu, kemi patur dhe shumë trajtime me fizioterapi. Përgjithsisht nuk vinë vetëm njerëz nga qyteti, vinë edhe nga zonat përreth, ku nuk kanë munguar kryesisht fëmijët. Qendra komunitare multifunksionale në lagjen Zinxhira vijon të ofrojë shërbime të rëndësishme për personat me aftësi të kufizuara, duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetesës së tyre dhe në rritjen e përfshirjes sociale në komunitet.